Kështu duket rajoni i Malit të Thatë në pjesën e fshatit Cerov të komunës së Zhelinës pas stuhive të zjarrit që kishin kapluar këtë vend. Pamjet e regjistruara nga televizioni Koha tregojnë se zjarrfikësit janë përballur me stuhi zjarri që kanë kërcënuar të përhapen dhe të rrezikojnë të mirat materiale të vendbanimeve përreth. Shkatrimet ishin më së të dukshme, kurse dëmet e shkaktuara në vegjetacionin e këtij rajoni janë të pariparueshme. Por ajo që shqetëson më së shumti janë pohimet e shërbimeve të zjarrfikësve për zjarrvënie të qëllimshme, që i bie se zjarret fatkeqësisht po shkaktohen nga faktori njeri. Kjo dukuri e shëmtuar mund të shkaktojë dëme të mëdha për shkak të motit të thatë, vapës afrikane, por edhe erës që i ndihmon përhapjes së zjarrit. Është stabile për momentin, kemi di zjarre aktive, zjarrin mbi fshatin Kopanic dhe zjarrin në deponin e fshatit Çellopek. Gjithashtu edhe këtu e kemi aktiv, mirë po janë ekipet mrenda të cilët bëjnë shuarjen totale të këtij zjarrit, i cili është shumë i qëllimshëm edhe siç e shihni edhe ju nga pamjet që regjistruat, zjarri është i qëllimshëm dhe besoni që kapacitetet tona po shteren për çdo ditë që të kenë kujdes qytetarët që mos bëjnë ndezjen apo hudhjen e cigareve në çdo vend. Është një thatësi shumë e madhe dhe temperaturat do kemi edhe ditë në vazhdim do kemi thatësi. Kështu që në terren në zonën e Malit të Thatë nga afër situatën e kanë monitoruar dhe koordinuar bashkë me zjarrfikësit e Tetovës edhe ekipe të qendrës për menaxhimin e krizave bashkë me drejtorin Muhamet Ali. Terreni në këtë pjesë ishte i paritshëm për ndërhyrje dhe shuarje toksore, prandaj është ndërhyr edhe nga ajri. 3 avionte e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim janë angazhuar për shuarjen e zjarrit dhe kanë kryer ndërhyrje në zonat e përfshira nga zjarri. Për të ndjekur trajektorin e zjarreve përdoren edhe dronot. Gjithë këto apelet që i bënëm deri tash, domethënë të kemë parasysh qytetarët që të bëjnë kujdes, janë shtuar kontrollet në gjithë këto pjesë të Malit të Thatë. Vjet kemi pasur zjarre në përmasa të mëdha, gjithashtu kemi një gjë të re risi në stacionin e zjarrfikësve, të cilët posedojnë një dron i cili ka një parametër apo shef gjithë pollogun dhe ndjekim në vazhdimsi gjithë territorin ku na shfaqen zjarret. Dihet që këto ditë kemi pasur edhe 2-3 raste të cilët policia apo edhe inspektoriatet të cilët ndjekin këtë situatë. Kemi pas 3 raste të cilët janë ndaluar qytetar të gjitha anëve të pollogut. Masat janë shumë të repta dhe gjobat janë shumë të mëdha. Gjithashtu duhet saktë të shifet kjo pason edhe burgim nëse zihet që vendon zjarr në ambiente të hapura. Ekipet në terren vazhdojnë të jenë maksimalisht të angazhuara, ndërsa situata po ndiqet dhe monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Të gjitha kapacitetet në dispozicion po koordinohen me qëllim që zjarri të vihet nën kontroll dhe të parandalohet përhapja e mëtejshme, thonë zjarrfikësit e Tetovës duke bërë thirrje për kujdes maksimal.